Shtëpia e Big Brother VIP Kosova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, duke prodhuar çdo ditë situata të reja që ndezin debatet si brenda mureve të saj, ashtu edhe në rrjetet sociale. Episodi i fundit ka qenë ndër më të komentuarit deri më tani dhe ka përfshirë sërish banore më të përfolur të këtij edicioni, Bia Khalifa, e cila duket se di shumë mirë si të mbaj fokusin e lojës të vetja. Prej disa ditësh, publiku kishte krijuar bindjen se Bia kishte një afrim të dukshëm me Edin. Dyshja ishin parë shpesh duke kaluar kohë së bashku, duke shkëmbyer biseda të gjata, shikime domethënëse dhe batuta flirtuese. Çka kishte bërë që shumë ndjekës ta aludonin për një romancë të mundshme mes tyre. Madje, edhe disa nga banorët brenda shtëpisë kishin filluar ta trajtonin këtë raport si diçka që mund të evoluonte në një lidhje më serioze. Por, ashtu siç ka ndodhur edhe herë të tjera, Bia ka vendosur të thyej pritshmëritë dhe të surprizojë të gjithë. Në një moment që askush nuk e kishte parashikuar, ajo është parë duke shkëmbyer një puthje pasionante në buzë me Labinot Haxhiun. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e xhakuzit, një nga hapësirat më të shpeshta për momente relaksi, por edhe për situata që shpesh kthehen në kryefjalë të spektaklit. Banorët po shijonin kohën e lirë, duke biseduar dhe qeshur në një atmosferë të qetë, kur papritur vëmendja u përqendrua te Bia dhe Labinoti. Afërsia mes tyre u rrit gradualisht, deri në momentin kur dyshja nuk hezitoi të shkëmbej puthje, duke lënë të gjithë të pranishmit të habitur. Disa prej banorëve reaguan me të qeshura dhe komente spontane, ndërsa të tjerë u dukën dukshëm të tensionuar, duke e parë këtë situatë si një faktor që mund të prishë ekuilibrat brenda shtëpisë. Ky moment ka ndezur me njëherë diskutime të shumta, sidomos në lidhje me ndjenjat reale të Bias. A është ajo duke ndjekur zemrën, apo po luan një lojë të fortë strategjike për të qëndruar gjithmonë në qendër të vëmendjes? Puthja me Labinotin ka hedhur hije të mëdha dyshimi mbi raportin e saj me Edin, i cili deri më tani nuk ka reaguar hapur, por sipas disa banorëve, është parë më i tërhequr dhe më i heshtur pas kësaj ngjarjeje. Nga ana tjetër, edhe roli i Labinotit në këtë situatë po diskutohet gjerësisht. Deri më tani ai nuk ishte përfshirë në ndonjë histori të fortë sentimentale brenda shtëpisë. Ndaj afrimi me Bian shihet si një kthesë e rëndësishme në rrugtimin e tij në lojë. Disa mendojnë se kjo mund t'i jap atij më shumë hapësirë dhe vëmendje nga publiku, ndërsa të tjerë janë skeptik dhe e shohin si një situatë që mund t'i sjellë konflikte të reja. Pas këtij episodi, atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka ndryshuar ndjeshëm. Bisedat për puthjen në xhakuzi janë kthyer në temën kryesore të diskutimit, duke nxitur debate, aludime dhe përplasje mendimesh mes banorëve. Çdo veprim i Bias tashmë po analizohet me lupë, ndërsa publiku pret me padurim zhvillimet e radhës. E sigurt është se ky moment nuk do të mbetet pa pasoja. Raportet mes banorëve pritet të tensionohen edhe më shumë, xhelozia dhe rivalitetet mund të dalin hapur, ndërsa loja do të hyjë në një fazë edhe më dinamike dhe të paparashikueshme. Me këtë veprim, Bia Khalifa ka treguar edhe një herë se është një nga figurat më të forta dhe më të diskutueshme të këtij edicioni, duke e bërë të pamundur që shtëpia e Big Brother VIP Kosova të jetë ndonjëherë e qetë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.